Pas kronikës në Blu Televizion për mungesën e gjatë të ujit në banesat e 10 familjeve në fshatin Akërni, pranë zonës së aeroportit, ka reaguar drejtori i SHA-u i Sjelljes Vlore Ermal Murati. Atëherë, në lidhje me situatën e Akërnis, jemi ndjenit faktit që investimi për aeroportin krijon një lloj le të themi kufizimi me të rjetit për disa familje. Janë 10 familje në zonën të cilën po flasim. Praktikisht 7 prej tyre janë me kontratë dhe u kemi thënë që me furnizimin e ri të linjës, me linjën e të furnizimit duhet të pajisë me kontratë dhe 3 familjet e tjera. Në muajin shkurt kemi pas fund shkurtit se fillim marsi kemi pas kontakte me banorët dhe me njëherë kemi marrë masat për të përgatitur një projekt i cili duhet të dimë që si shoqëri tregtare që jemi, ne funksionojmë me borde dhe me asamble. Mbasi është përgatitur nga grupi projektimit projekti për furnizim me ujë të këtyre 10 familjeve, janë marrë aprovimet në strukturat respektive, në bord dhe në asamble. Njëkohësisht duke qenë se përkojë dhe fushat zgjedhore, ne kemi bërë dhe mund t'ja vënë dispozicion dhe shkresë, ne kemi bërë shkresë KQZ-s për qenë të sigurt që nuk kemi ndonjë konflikt situatës, pra flas për gjatë 45 ditë që parashikon ligji, kemi marrë përgjigjen dhe nga krahu tjetër kemi vijuar me përgatitjen e dokumentave të projektit për tenderim. Pas përfundimit të procedurave tenderuese, pritet të nisë zbatimi i projektit sipas Muratit. Pasi të mbarojnë dokumentat për tenderim, që praktikisht neve mendojmë që brenda kësaj jave ose maksimumi të ënëm publikohet, dhe neve duhet të respektojmë që gjitha afatet që parashikon ligji dhe Agjencia e Prokurimit Publik. Nëse gjërat ecin dhe nuk ka le të themi ankimime apo kërkesa ekstra mbi projektin, ajo mund të finalizohet dhe brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Por çdo të ndodh me 10 familje që janë pa ujë për disa muajsh në pritje të zbatimit të projektit. Megjithatë, për banorët cilët ju i keni intervistuar dhe keni marrë një shqetësim, neve nuk ngurojmë asnjëherë për të dhënë zgjidhje alternative për furnizimin me ujë, që janë me botë. Jo më larg se dje, i kemi dërguar botë familjeve, kemi bërë 2 rrugë për ato familje, për të furnizuar me ujë, derisa të marrë zgjidhje definitive projekti për furnizimin dhe linjën e re të ujësjelljes. Do të vej furnizimi me botë në vijimësi derisa të zgjidhet problemi? Patjetër, ata mjaftojnë që të vinë të kontaktojnë këtu tek neve, të thonë pretendimet e tyre që s'kan mundësi, s'kan ujë praktikisht, dhe neve vëmë në dispozicion botin për t'i furnizuar. Kështu është shprehur sot gjatë intervistës për Blu Televizion drejtori i SHA-u i Sjelljes Vlore Ermal Murati në përgjigje të shqetësimit të banorëve përcjell në kronikat tona problemore.